pastër për syrin, po helm për trupin. Shumë gra kanë shprehi të përdorin domestosin për të pastruar lavamanin e kuzhinës. Kur gjë se pastron si domestosi, e thojnë shpesh herë me krenari, ama harrojnë që një veprim i tillë mund të ndikojë në shkatrimin e shëndetit të tyre edhe të gjithë familjes. Ky produkt është i dedikuar për të pastruar guacën e banjës, e jo vendin në të cilin i vendosim enët e i shpërlajmë enët, vendin në të cilin i pastrojmë pemët dhe perimet me cilat ushqehemi. Sipërfaqja mbi të cilin vepron ky produkt, edhe nëse shpërlahet me ujë të val, prap nuk arrin uji të largojë të gjitha ato kimikale ose toksina ose florin që e ka ky produkt brenda vetes. Mandej është e pamundur që këto toksina të mos kalojnë në organizmin tonë, sepse është vend i kuzhinës. Sipas disa studimeve, fëmijët ma tepër marrin substanca helmuese ose toksina prej mjeteve higjienike që përdoren për shtëpia, sesa nga ushqimet e shpejta ose fast foodat me cilat ushqehen kur janë jashtë shtëpisë. Një lavaman që shkëlqen nuk duhet me qenë më e rëndësishme se shëndeti jonë. Çka mundemi me bë? Të pastrojmë me kockë të enlarsës. Ta vendosim kockën në lavaman, të vendosim ujë të val, ta lëmë për disa minuta edhe besonëm që ka me arrit të njëjtin efekt. Alternativa tjetër është sodë bikarbonat me uthull. E fërkon pak ma shumë, po e ruan shëndetin tënd edhe të familjes. Po, sepse trupi jonë nuk është deponi e toksinave, as e helmeve. Tash mos e krahaso lavamanin e kuzhinës me guackën e banjës.